Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim zyrtar. Unë jam Salvator Leshi, jetoj prej 16 viteve në Zvicër dhe gjatë kohës që unë kam jetuar në Zvicër, kam pasur fatin dhe kam pasur dhe dëshirën dhe vullnetin që të integrohem në strukturat e rrugës së drejtimit të teknikave të audio produksionit. Pra, unë kam pas fatin që të studioj në SAE Institut, se cila është një shkollë shumë e njohur në Zvicër, dhe më pas ka pasuar me studim të cilën unë kam avancuar në Technische Berufsschule, pra TBZ Zürich. Prej dikun 9 viteve, unë punoj si teknik i zërit në për disa produksione, për disa firma, pra si që është firma Soundville Media Studios, e cila gjendet në standortin e Lucern. Këtu kam mbaruar dhe praktiken, gjatë studimit që kam studiuar në TBZ, kam mbaruar dhe praktiken dhe kam avancuar jashtëzakonisht shumë, sepse duke marrë parasysh që Soundville Media Studios është një studio ndër më të mëdha në Zvicër, po ashtu edhe në Evropë. Dhe aty kam pas fatin që të mësoj disa teknika të shumë të specifikuara për sa i përket të signalit të audios dhe përzgjedhjes së mikrofonimit, preambit e tjera. Pra tani aktualisht unë punoj në Soundville si freelancer, pra domethënë jam i lirë. Kur unë kam kohë të lirë mund të shkoj, ose kur mua më intereson një produksion, atëherë mund të rikthehem prap, ose përndryshe punoj si freelancer për vete, pra jam i pambarur. Siç e shikoni, këtu është studioja ime, e cila është e vogël, por është kompakt. Këtu unë bëj shumë punë, të cilat por edhe zhvillimet të sa i përket teknikës ose eksperimente, por edhe bëj ngjizime dhe mixing dhe mastering, mbi gjitha mixing dhe mastering, sepse këtu e kam punuar në një mënyrë shumë të mirë, për sa i përket dëgjimit, është gjithçka perfekt. Pra sigurisht mbi bazën e disa teknikave, dhe unë ofroj mbi gjitha jo vetëm mixim dhe masterizim, por edhe ngjizim, por edhe për sa i përket sound akustike, për shembull nëse dikush ka interese që të bëjë një home recording, për shembull të ndërtojë një studio në shtëpi, dhe unë i ofroj kushtet se si mund të bëhet e mundur ndërtimi i një studio të quajmë home recording, e cila nuk mund të jetë një studio profesionale, sepse kuptohet në kushtet e shtëpisë nuk janë mundësitë që të jetë një gjë e tillë, por për të avancuar ose për të pas një ide se si mund të arrihet tek suksesi, ose se si mund të jetë rruga që gjëra të tjera, për shembull, t'i bëhet dikush tjetër, për shembull, nëse nuk është e mundur për shembull miksimi ose masterizimi, por mund të bëhen ndoshta ngjizime, dhe këtu është një kursim për sa i përket kësaj mundësisë që mund t'i jepet për shembull për të kursyer disa para, që ose të ketë edhe kohën që të bëj prova edhe në shtëpi. Pra, duke marrë parasysh që unë këtë profesion e ushtroj në mënyrë profesionale, jam edhe instrumentist, pra luaj klarinet dhe saksofon, sigurisht edhe keyboard, pra e njoh teorinë muzikore mjaftueshëm. Dhe për sa i përket zërit, sigurisht që unë jam edhe këngëtar, kam kënduar pavarësisht që vitet e fundit sigurisht kam qenë i angazhuar me studimet edhe me angazhimet familjare, por edhe me punë të ndryshme të cilat unë kam dashur që të punoj për të mbështetur studimin. Në këtë rast unë ofroj edhe mundësi coaching, për shembull për këngëtarë ose këngëtare të cilat janë në fillim ose të avancuar, që duan të kenë një sukses më të ejshëm, pra si për ta zhvilluar performancën në një mënyrë më të suksesshme, për pas një avancim pastaj në të ardhmen, për sa i përket një rritje profesionale në formën e tyre. Pra domethënë siç është përdorimi i mikrofonit, cili mikrofon, sa është lartësia, kur përdoret lartësia, për shembull frymëmarrja,
kur këndohet me gjoks ose kur këndohet me kokë, si mund bëhet manovrimi i këndimit me shtypjen e bargut ose me rezonancën e kokës, pra dhe këto bazamente, ose për shembull për sa i përket intonacionit, për shembull ose për zgjedhja e intonacionit, sepse shumë këngëtarë ose këngëtare thonë dua ta këndojnë në do major ose në re minore, por që po ta pyesësh çfarë do thotë kjo, ato s'di të japin një përgjigje. Pra domethënë përzgjedhin ndoshta një intonacion, i cili për shembull drejtuesi i orkestrës ai nuk mund ta vendosë, pra nëse këngëtari e kërkon një intonacion të tillë, dhe ata ja ofrojnë. Por që edhe për këtë sigurisht që mund t'ju ofrojnë mbështetje profesionale për të avancuar dhe për ta njohur me të vërtetë intonacionin ose për të kuptuar më tepër tema e intonacionit. Tani e zgjata pak si shumë, nëse ke interes, qoftë për sa i përket produksionit të audios, qoftë për sa i përket miksimit, masterizimit, ose qoftë edhe regjistrimit të një instrumentit, mundesh të më shkruash poshtë në mënyrë privat, dhe unë sigurisht sa më shpejt tjetër mundur të të lajmërohem, edhe mund të komunikojmë pastaj në mënyrë private se çfarë mundësish do të jenë dhe se çfarë mund të ofroj unë, edhe se si mund ta arrijmë ne një formë që ti t'jesh i kënaqur, ti të marrësh atë rezultatin të cilin ti kërkon. Faleminderit edhe ju uroj një kohë sa më të mirë.